Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, falënderimet dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salawatet dhe selamat I dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam. Paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqert besnik dhe mbi të gjithë ata që pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar agjërues dhe agjëruese, jemi në ciklin e ligjëratave, emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall, të cilat ligjërata I kemi përgatitur enkas për këtë muaj të bekuar, në mënyrë që të jetojmë me Zotin ton, të forcojmë lidhjet me Allahun Azza wa Jall, të ripërtrim këto lidhje dhe të aduam Zotin Gjelle wa Ala. Emri I radhës I Allahut Azza wa Jall është El Mu'ti, që do thot dhuruesi I madh. Ky emër I bukur I Allahut Azza wa Jall nuk është përmendur në Kur'anin famlart, mirë po është përmendur në sunetin e pastër të pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku tha I dërguari I Allahut: Men yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin, wallahu al-mu'ti. Ati që Allahu I adon të mirën, e pajis me dituri fetare, Allahu është dhuruesi I madh. Ky emër në aspektin gjuhësor do thot el-atiyya ose el-i'ta, wa rajulun mu'ta ay kathirul ata. Diçka që dhuron shumë, dhurues I madh, dhurues që jep shumë. E kjo nëse I përshkruhet në aspektin gjuhësor njeriut që është dhurues, çka mbetet Allahut Azza wa Jall që ju jep Allahu të gjithëve dhe nuk I paksohet as pak pasuria e tij. Nga se pasuria e tij, pushteti I tij nuk paksohet nëse I jep të gjitha krijesave, sepse pushteti, pasuria e Allahut nuk varet nga pushteti dhe pasuria e krijesave. Njerëzit kanë nevojë për Allahun, Allahu nuk ka nevojë për ta. Aspekti shariatik I emrit bukur të Allahut Azza wa Jall, El Mu'ti, dhuruesi, se I përket madhërisë së Tij subhanahu wa ta'ala, do thot është ai I cili I jep kujt të doje, është ai I cili nuk I dhuron atij që nuk do. Nuk ka mundësi kur kush me I dhon atij që Allahu nuk ka vendosur me I dhon. Nuk ka mundësi me ja ndal kurkujt asnjë gjë nëse Allahu ka vendosur me ja dhon. Allahu Azza wa Jall është dhurues I madh dhe është dhurues pa kufi, është dhurues I cili I jep robëve të tij dhe atyre që don Zoti Gjelle wa Ala. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall dhuron me drejtësi, I jep atij që është e drejtë mi dhon, Allahu nuk bën pa drejt. Dhe Allahu Azza wa Jall I ndalon atij që nuk e meriton me I dhon. Ai është I drejtë në çdo gjë subhanahu wa ta'ala. Allahu jep me urtësi me dije, Allahu ndalon me urtësi me dije. Andaj nuk ka diçka që Allahu I ka dhuru e që mos ta ketë bërë këtë me urtësi dhe dije, dhe nuk ka diçka që Allahu e ka ndalu e që mos ta ndaloj me atë me dije dhe urtësi. Andaj Allahu Azza wa Jall është ai I cili I dhuron pra robët e tij, është dhurues I madh subhanahu wa ta'ala. Për arsye tha Allahu Azza wa Jall: Fa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. E njeriu kur Allahu Azza wa Jall I azheron rizkun dhe I dhuron shumë, thot se Zoti Gjelle wa Ala më ka ndëruar mua. Allahu tha më është dhurues, El Mu'ti, dhe dhuratat dhe dhurimi I Allahut Azza wa Jall janë dy lloje. Dhurim I përgjithshëm për të gjitha krijesat në përgjithësi, besimtar, jo besimtar, I mirë, jo I mirë, I prirur për hajër, I prirur për sharr, të gjithëve Allahu Azza wa Jall
i jep rizq, i furnizon, nga se është dhurues i madh. Kullan numiddu haulai wa haulai min ata'i rabbik. Pra, të gjithëve u jepmi atyre dhe këtyre nga dhuruesi jot Allahu Azza wa Jall, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sura Isra. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall tha dhe surën Taha, ajeti 50, Tabarakalladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Është Allahu Azza wa Jall ai dhuruesi që i dha formën çdo krijese e pastaj e udhzoi atë si të jetoj, si të gjallëroj. Sa i përket Allahu është dhurues, do thot me dhurim të veçantë, dhe ky dhurim i veçantë ndahet dy lloje. Dhurim i veçantë në dunja i dallon disa, dhe dhurim i veçantë në ahiret. Sa i përket dhurimit të veçantë të ndëruar agjërues dhe agjëruese, Allahu Azza wa Jall i dallon me dhurat veçantë pejgamberët e tij, i dallon robërit e tij të sinqert me furnizim halal, familje të moralshme, ndershme, dhe më e madhja prej dhuratave që e jep el mu'ti është dhurimi i imanit, i besimit, është dhurimi i bindjes ndaj Allahut Azza wa Jall, është dhurimi i udhëzimit të qartë në rrugën e Zotit xhallahu ala. Siç ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin e vërtetë që ka sakshuar Sheikh Albani, inna Allaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'ti al-imana illa man yuhib. Tha Allahu Azza wa Jall i jep dunjan atij që e do dhe ata që nuk e do, dhe nuk i jep iman Allahu Azza wa Jall, besim, pas atij që e don. Andaj ty dhe mu, agjërues dhe agjëruese e nderuar, ju që po na dëgjoni, përderisa Allahu na ka nderuar me këtë iman, na ka bërë të mundur të jemi prezent në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, aludon që Allahu na ka dalluar nga shumë krijesat e tij, aludon që Allahu na don. Kjo është dhurata e Allahut në dunja. Sa i përket dhuratës së Allahut në ahiret, është dhurata e madhe me i fitu xhenetet e Zotit xhallahu ala. Dhurat që pa këtë plotësim të dhuratave nuk kishim me pas kuptim dhuratat në përgjithësi. Jazaa min rabbika, atan hisabe, edhe këto këto çështje që Allahu i dhuron në xhenet robët e tij janë nga Zoti xhallahu ala, i cili është el mu'ti, i cili do thot është ai që dhuron. Prej dhuratave, pra, është se Allahu Azza wa Jall i jep shumë të mira robëve të tij. Për shembull, ka një hadith vërtet se Allahu Azza wa Jall pasi të hyn banorë në xhenet dhe ata i shohin begatit, Allahu Azza wa Jall do thot i thot, a keni diçka që ju mungon? Ata thonë, ja Rabbana, a'taytana ma lam tu'ti ahadan min al-alamin. Wallah, na ki dhuru gjëra që nuk i ki dhuru as kujt prej krijesave, do thot në botë në përgjithësi. Andaj Allahu Azza wa Jall i thot që une indi afdalu min hadha, ku më dhon diçka më shumë se kjo. I thon, ja Rabb, ayu shay'in afdalu min hadha, a ka diçka më shumë se më na bu banor xhenetit? Tha Allahu Azza wa Jall, ridai fala askhatu lakum ba'dahu abada. Thot, kënaqësinë time dhe episodit më kur nuk më qenë i hidhruar me ju. E pastaj gjithashtu Allahu Azza wa Jall ja mëson me pa fytyrën e tij të ndryshme, nga sa Allahu ju thot prap, a dëshironi diçka tjetër? Ata i thonë, o Zot, a nuk na ke fund xhenet? O Allah, a nuk na ke zbarë fytyrat tona? O Allah, a nuk na ke premtuar që je i kënaqur me ne dhe nuk do të hidhrohesh? Allahu thot, ka dhe më shumë se kjo. I thanë, e çka është ajo? Pra pamja e fytyrës së Allahut Azza wa Jall, dhe Allahu e hek perden dhe e shohin banorët e xhenetit Allahun Azza wa Jall. Allahu mos na privoft nga kjo begati. Andaj Zoti xhallahu ala jep pa kufi dhe i jep atij që do Allahu Azza wa Jall. Muslimani kur e din që Allahu është el mu'ti, Allahu është dhurues i madh, atëherë për çka më u friksu o agjërues? Përse me ju friksu riskut, furnizimit, kur e dim që e kemi një Zot të tillë? Gjithashtu Allahu Azza wa Jall dhuron edhe gjëra tjera jashta për kufuzimit material, se Allahu është el mu'ti, ai i cili jep nder, respekt, privilegj, është ai i cili jep pushtet, yu'til mulke man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allahu jep pushtet atij që e don,
do thotë Allahu Azza wa Jalla është ai i cili jep pushtet kujt doje, ja merr pushtetin kujt doje, e ngrit kë doje, edhe kjo dhuratë është e përul kë doje xhelalu ala. Gjithashtu Allahu Azza wa Jalla është dhurues se e bën dikon gojë omull, fjalë mirë, i jep butësi. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin e vërtet që e ka saksuar Sheikh Albani, inna Allaha la yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-kharq wa idha habba Allahu 'abdan a'tahu ar-rifq. Allahu akbar. Thot pejgamberi se Allahu jep bereqet, dhuron në butësi që nuk jep këtë bereqet, dhe thot në hidhrim dhe sjellje të keqe. Kur Allahu e don një rob, Allahu i dhuron butësi, dhe kjo është një dhuratë e madhe dhe normal dhuratë e cila garanton sukses dhe bereqet. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall na nxit neve që të jemi dhurues dhe të mos i friksohemi varfërisë, nga se kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin e Abu Davudit, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam al-aidi thalath, duart e vërteta dhuruese janë tre. Thot fayadullahi al-ulya, dora e Allahut është mbi çdo gjë, ajo që dhuron, wa yadul muti allati taliha, pastaj vjen dora atij që është dordhons dhe është dhurues, dhe normalisht dora më e ulët është as-sa'il as-sufla, do thot dora atij që e zgjat dorën dhe i kërkon dikujt. Fa ati al-fadla wa la ta'jiz an nafsik, andaj ku gjen mundësia me dhuru, tha Allahu Azza wa Jall, dhuroja atë çka ki më të mirën, dhe thot edhe mos u tut, edhe mos u bë kopras për veten tënde. Të nderuara xheruese, kur e kuptojmë se e kemi një Zot që është El Mu'ti, e kemi një Zot që është dhurues i madh, dhurues real, dhurues pa kufi, që kur ai dhuron nuk i paksohet asgjë atij nga pushteti i tij. Kjo na jep me kuptu neve që duhet ta duam Allahun më shumë, ta falenderojmë Allahun më shumë, të jemi mirënjohës dhe t'i numërojmë begatit e Allahut se sa shumë na ka dhuruar Allahu Azza wa Jall. Ta lutemi këtë Zot i cili dhuron shumë, në duart e të cilit janë mirësit, në duart e të cilit janë begatit e pa numërta, dhe në duart e të cilit janë ato begatit që nuk kanë shterim. Andaj bëhu ati dhurues, dhuron Ramazan sadaka, ndihmoj nevojtarit, nga sa Allahu të ka dhënë këtë pasuri. A dëshiron që jesh falendërues ndaj Allahut për këtë begatinë e pasurisë që ka dhuru, dhuroj edhe ti sadaka atij që e meriton me i dhon sadaka. Andaj Allahu Azza wa Jall është ai i cili është dhurues i madh dhe ai i cili i nxit robët e vet që edhe ata të jenë dhurues. Me besu në këtë emër të Allahut Azza wa Jall është prej çështjeve të imanit, besimit, dhe normalisht është prej gjërave që e lidhin zemrën e robit me Allahun Azza wa Jall. Andaj muslimani është prej atyve njerëzve që e dojnë Zotin, i nënshtrohen Allahut Azza wa Jall, dhurojnë rrugën e Zotit xhallahu ala pa u friksuar fare, nga se ky Zot që është El Mu'ti, dhurues, pra ky i jep begati dhe mirësi robëve të tij. Lusmi Allahun ta kuptojmë drejt këtë emër të Allahut El Mu'ti, dhuruesi, dhe lusmi Allahun që edhe ne të bëhemi dhurues të fjalëve më të mira, të shpëndajmë gjëra të mira duke mos i u friksu varfërisë edhe paksimit të mirësisë, nga se përderisa kemi një Zot që është El Mu'ti, dhurues i madh, që dhurimi i tij nuk shteron, atëherë na jepet neve vullnet edhe më shumë që t'jemi edhe ne sa më shumë dhurues. O Allah, na bën për atyre që i ushqejnë të varfrit, u dhurojnë atyre pa dashur falënderim, pa pritur prej tyre lëvdata dhe pa pritur prej tyre shpërblime, por të jemi edhe prej dhuruesve që dhurojmë vetëm për hir të ndin, ya Rabbul Alamin. Amin. Lutje e madh që Allahu na forcoj këtë muaj, na mësoj të argjojmë Ramazanin në mënyrë më të mundshme. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.